Shikoni të nderuarit e mi, ndalemi tek fragmenti I parë se që respekt kishin sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam për dërguarin e Zotit, edhe pse nuk është se kishin kohë gjatë. Ebu Ajubi ka qenë taku më parë me dërguarin e Zotit, ka qenë një ndër pjesëmarrësit në Aqabe, është takuar me dërguarin e Zotit. Thot Ebu Ajubi, vallahi thot në darkë kur ram të flinim, thot nuk fleja, e supozojmë se dhomat vogla ishin, domethënë. Pra ku është krevat, jo krevati, po ku I bjen shtrati, mu ushtri, 2 sheku, e supozojmë në mesin e dhomës. Thot shkova bashkë me ti me shoqe, shkova në qoshin e dhomës, se thash kush është Ebu Ajubi që të flejnë mbi pejgamberin alayhi salam. Pra si që mos t'jem si për të dërguarit Zotit. Zgjodha thot një qoshe të dhomës. Kush është Ebu Ajubi thot që të flejnë mbi pejgamberin? Mezi prita sabahun. Dhe kur erdhi sabahu I thashoi dërguari I Zotit, pash Zotin se kam gjithë natën që nuk flej. Ngjitur I lart unë qëndroj poshtë. Jo I thot profeti alayhis salam, unë jam më rehat këtu. Thot I dërguari I Zotit, po si të qëndroj unë lart? Jo, Ebu Ajub thot ti do të qëndrosh atje me bashkëshorten tënde. Normalisht që mbanin qypa, po I quajmë, domethënë prej balte që I mbushnin me ujë, edhe për të mbajtur ujin e ftohtë, domethënë, por edhe për nevojat e tyre, pra për të pija, për të gatuar. Thot natën thot Ebu Ajubi thot u thy shtamba e baltës. Thot dhe shikoni tani për të na treguar se kush ishte Ebu Ajubi, domethënë në pasuri, thot vetëm një organ kishim që u mbuloja unë me ti me shoqe. Thot me të shpejt nxitum ka I organi si se ato shtëpia balte ishin, domethënë nëse do derdhje ti diçka poshtë do hidhte poshtë. Thot shpejt thot me ato organin si vetëm që mos t'i binte uji pejgamberit alayhi salatu wasalam poshtë. E thot me të ardh e nesërmja I them të dërguarit Zotit, vallahi o dërguari I Zotit, nuk mundem unë me ne të lart. Nuk mundem. Ndaj lart do të rish ti, se kush është Ebu Ajubi që ndroi mbi ty. Thot dhe u zhvendosi dërguari I Zotit në dhomën e sipërme, aty priste miqtë e tij. Periudha që predispozohet që Ebu Ajubi të ketë jetuar pejgamberi të ketë jetuar në shtëpinë e Ebu Ajub el-Ansarit, historianët si Ibn Saadi kanë thënë që ka jetuar 7 muaj, ndërsa dietari I shuar Ibn Hajar el-Asqalani ka thënë ka jetuar 1 muaj e pak. 1 muaj e pak ditë, derisa u ndërtua dhoma e pejgamberit alayhis salatu wasalam bashkë me xhaminë e tij dhe u zhvendosën atje. Mirë po të ndërtojë një dhomë apo një shtëpi në atë kohë me shtëpitë e baltës nuk donte ndonjë kohë të madhe, ndaj që edhe vetë personalisht anoj ke kjo Ibn Hajarit që ka jetuar 1 muaj e pak I dërguar I Zotit tek shtëpia e Ebu Ajub el-Ansarit radhiyallahu anhu dhe jo 7 muaj. Jo se do ishte ndonjë problem për Ebu Ajubin, përkundrazi, shikoni se çfarë thotë Ebu Ajubi. Ebu Ajubi thotë I dërgonim, I shpjenim pejgamberit alayhi salatu wasalam ushimin vazhdimisht dhe shihnim, pra kur e merrje atë enën, e shihja se ku ka ngrënë I dërguari I Zotit që të haj dhe unë aty ku ka ngrënë I dërguari I Zotit, bashkë me gruan time. Pra nuk e kisha asnjë lloj bezdije. Por thot, edhe medinasit me radhë I sillnin ushqim të dërguarit Zotit. Ndaj thot dhe nxitoja që të isha I pari, domethënë që të hante nga ushqimi im për të pas bereqet dhe shtëpia ime. Thot një ditë prej ditësh I dërgoi të dërguarit të Zotit ushqim të cilin nuk e kish konsumuar. Pra siç ja çova, domethënë ashtu dhe e mora atë. Bismillah. Alhamdulillah. Dhe I thash I dërguari I Zotit, pse nuk e ke ngrënë? Sepse nuk e kish ngrënë. Thot o Ebu Ajub, aty ka hurdhë, ka dhe qep. Ndaj dhe nuk e kam ngrënë. I them o I dërguari I Zotit, a janë vallë të ndaluara? A janë të ndaluara? Apo nuk I preferon ti? Thot o Ebu Ajub, unë flas me ata që ju nuk flisni, pra me lajket, jam kontakt të vazhdueshëm me lajket. Dhe nuk dua t'i shqetësoj me aromën time.
Ndaj dhe i urrej, thot, t'i konsumoj hurdhat dhe qepët. Thot Ebu Ejubi, ashtu dhe unë, thot, i dërguar i Zotit, nuk do t'i konsumoj. Pra kjo nuk është fetare, konsumimi i tyre. Përkundrazi, ne kemi etik fetare në konsumimin e tyre, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe thot, kush han prej këtyre dyjave, hurdha e qep ose pras, domethënë familja e këtyre, fala yaqrabanna masjidana aw musallana. Kush ha prej tyre, të mos i afrohet xhamisë tonë. Të mos i afrohet xhamisë tonë. Ka qenë domethënë kjo ankesë, sidomos në Ramazan, ka qenë një ankesë e vazhdueshme. Kudo që kam shërby, që sikur t'ia kishte vënë duke, domethënë që se ç'a ndodh. Ka disa njerëz të cilët konsumojnë, edhe se po i fusit shumë xhakiz për shembull, në ditën më të mirë, po i fusit shumë xhakiz se ta largon atë. Ai shumë xhakiz i nderuari, ai vetëm se të largon ty atë shije nga goja jote. Po se largon aromën dhe erën për tjetrin. Të tjerë thonë se i fusi ja 2 kokra kafe, dhe ta largon atë. Pra konsumojnë darkë, për shembull kur nuk do të kesh më kontakt. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam thonte, kush dëshiron t'i konsumoj dhe të frekuentoj, domethënë xhamin, pra për namaz, atëherë shikoni, domethënë termin përdorur thot leti vras ato. Leti vras do të thot domethënë që ti pjekin zjarr ose ti gatuaj, pra jo të gjalla siç janë. Sepse duke i gatu nuk kanë më erë, pra ne dim gjithë ato, domethënë nuk kanë më aromë, nuk kanë më erë. Ndaj dhe thot leti vras ato. Po ajo që doja të thoja, domethënë ishte pjesa e Ebu Ejubit radhiyallahu anhu, i cili thot, edhe unë i dërguar i Zotit nuk i dua më. Pra i urrej tani e tutje. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë bërë shumë veprime të cilat nuk kanë qenë sunet, kanë qenë preferenca të dërguarit të Zotit, si për shembull, se është përhapur ajo që hoxhallarët i kanë pjesë ëmbëlsirat, i kanë qejf ëmbëlsirat. Profeti alayhi salam i ka pas qejf ëmbëlsirat. Profeti e ka pas qejf ëmbëlsirën më mirë themi, e kupton? E ka pas qejf ëmbëlsirën. Ne ja kanë lënë gjithë hoxhallarëve. Ka hoxhallar kanë qejf mishin, nuk kanë qejf ëmbëlsinat. Domethënë mos i fut gjithë në aty. Pra a do të thotë se me patjetër që diçka për shembull që e ka preferencë i dërguar i Zotit duhet ta kesh dhe ti? Normalisht ne jemi natyra të ndryshme. Profeti alayhi salatu wasalam për shembull tek mishi ka pas preferuar shpatullën në konsum të tij. Pra do të thotë me patjetër domethënë se duhet të konsumosh vetëm shpatullën. Kjo është preferenca e dërguarit të Zotit. Mirë, po ka pas prej tyre të cilët edhe këto i kanë respektuar. Pra si rasti e Ebu Ejubit që thotë i dërguari i Zotit dhe unë tani tutje nuk do i përdor këto të dyja, pra urdhat dhe qepët. Pra po jo se nuk përdoren. Ndërkohë që kemi rastin e Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ku i ftuar në një gosti bashkë me të dërguarin e Zotit dhe kishin gatuar ato hardhucat e shkretëtirës, dab quhen ato në arabisht, hardhuca më janë. Janë të lejuara. Dhe kur i shef i dërguar i Zotit stepet, i thot Khalidi që ishte në krah, thot i dërguar i Zotit, a janë haram? Jo, i thot profeti alayhi salam, po nuk jam i mësuar, domethënë me këto. Po si i mësuar, bismillah thot ky. Thot dhe i sjellin të dërguarit Zotit një diçka tjetër. Pra preferencat e dërguarit Zotit janë diçka dhe sunetet janë diçka tjetër. Preferencat janë diçka dhe sunetet janë diçka tjetër. Pra dikush mund ta pëlqejë domethënë ujin e ftohtë, dikush nuk e pëlqen të ftohtë. Por ta dini të nderuarit e mi se me pasu të dërguarin e Zotit edhe në preferencat e tij prap ke shpëtuar. Dije domethënë se edhe në preferencat e dërguarit e Zotit domethënë ka qenë njeriu më i kompletuar. Pra ne vuajmë sot sepse mungon edukata profetike. Pra i dërguari i Zotit i thotë, i jep një mesazh Ebu Ejubit arsyen se pse nuk e përdor hurdhën dhe qepën, ndërkohë që ka folur që kush i konsumon këto dy bimë të mos prezantoj në namazet tona. Por imagjinoni se çfarë penalizimi të madh i ka bërë një person i tillë. Pse? Se ti vjen më u falur dhe ka ardhur për sevap.
Po jo me i bë dëm atij tjetrit. Jo me dëmtu, me cënu tjetrin. Ti ka ardhur për sevap. Pra vjen për të marrë sevap, e ndërkohë i thyr zemrën tjetrit, e ndërkohë e bezdis tjetrin. Kjo nëse është tregues, domethënë është tregues se njeriu tek vetja duhet të jetë i edukuar. Pra kush nuk reflekton tek vetja vet, duhet të reflektosh vetë tek vetja, me këshillu nga mëngjesi deri në darkë se i bjen trisht bësh një fushat shumë të madhe që të heqësh vetëm një ves në shoqëri. Po ajo shoqëria ka edhe 340 vese të tjera. Edhe ne s'po kemi punë tjetër, domethënë vetëm që trim të heqim këto vese të shoqërisë. O vëllezërit e mi, fushata jon duhet të jetë në ndërgjegjësimin e njeriu që njeriu të reflektojë, muslimani të reflektojë. Pra Ebu Ejubi si në rastin konkret dhe të tjerë sahabë të pejgamberit alayhis salatu wassalam e merr mesazhin e të dërguarit Zotit dhe nis dhe reflekton. Më kujtohet më herë se po më kujton ky çuni kështu që është shtrihet në fund të xhamisë, domethënë. Isha në një xhami dhe kisha për të marrë ligjërat, aty isha i ftuar, isha mik. Dhe isha me thonë në herën e kaluar, po ishin 2-3 shtrim, thash shkoka këtu pa e them sot. Dhe në xhamin ku do ligjëroja, ishin në restaurim, ato ishin në punime. Kështu që për efekt të kësaj do ulçe për jo sa është në ulje, o vëllezërit e mi. Pejgamberi alayhis salam ka ne me të gjithë tjerët, po do ta kuptonin domethënë mesazhin se ku do të dalë. Dhe një çun, pra unë isha ulë në tokë, se xhamia ishte në restaurim, s'kisha ku më ul në tavolinë, në karrike. Ai çuni në karrike. Pra unë në tokë, ai në karrike. E fillova, po më ngryte kështu kamrena. Si t'ja them se ishte edhe hera parë që isha në të vend, as nuk u njifja, kurse kisha ndonjë problem me personin në fjalë. Sot madje mas këtij veprimi, me vërtet që edhe sot, edhe pse kanë kaluar 2-13 vite, pra e kam shok shumë të mirë çunin. Ata kisha ditë domethënë ta bëja me gjithë se ku do që më shef, me qenë ul diku, unë jam me dikë tjetër, ai shkon paguën. Ka qenë në hajrit kjo gjë. Nisa tu fol, thash o vlla, thash di si o puna. Thash Imam Maliku, kush jam unë ruina Zot, po do të ruish pozitën e diturisë. Jo gendi si gend. Dituria, hoxhlikun që ke. Se kur je individ s'ka problem. Kurse në hoxhlik ti je duke vu një tull për të ardhmen. Thash Imam Maliku shkon Mansuri, domethënë, mreti shkon në xhami për të ngjuar ligjëratën ose mësimin e hoxhës. Po kur shkon mreti, shkon me gjithë karrikën e vet. Prit se po fillo hoxha s'ka, i thonë hoxhë, pse s'po fillo? Pa ul ky zotnia tham tokë, si gjithë tjerë dhe të ulem unë ke karrike e këtij, nuk do filloj. Se jam unë mreti këtu, domethënë kush? Dituria, se ke ardhur ti pra për atë. Jam unë mreti tha këtu. Jam unë mreti këtu. Thot pa 1 pa 2 mreti karrikën e tij ul, aty thot filloi. Sepse ne të nderuarit e mi duke vendos këto pika mbi i, këto respekte, kemi zgjedhur të respektojmë veten. Që të respektosh tjetrin duhet të respektosh veten fillimisht. Unë them sa herë, shpesh kur njerëzit pyesin domethënë orës, pra nisë ai dhe të pyet. O hoxha desha me të pyet kot. Që kjo desha me të pyet kotër. Si u bë ka pyetja kot. Pra ti nga këtu ma ke ul vlerën e ti përgjigje kot ke për të marrë. Si tu më pyet kot. Po nuk pyet tjetri kot. O hoxha desha me të pyet kot. Domethënë mëso ta formulosh. Se tu pyet për fenë Allahut, Zoti xhelal në Kur'anin e tij famlar thot pyesni ata të cilët dinë nëse nuk dini. Nuk të ka thonë pyesni kot ata. Pyetni një herë kot ata që dinë për atë që ju nuk dini. Ju më po pyesni ata të cilët dinë për atë që ju nuk dini, ose për atë që ju nuk jeni të qartë. Ndaj kur t'i vendosim ne këto rregulla në jetën tonë, ne do të kemi zgjedhur çfarë? Të respektojmë veten, dhe ai i cili zgjedh me respektu veten, ai din me respektu dhe të tjerët nderuarit e mi. Ndaj Ebu Ejubi me shok
dinin të reflektonin. Pra kur profeti alayhi salatu vesselam e fliste për shembull si rasti i kësaj që unë po them, ose për shembull kemi rastin tjetër sepse profeti alayhi salatu vesselam është njeri i turpshëm në mënyrën se si i komunikon të tjerët. I dërguari i Zotit për shembull thotë që çdo musliman e ka borxh një herë në javë me marr gusul ditën e xumah. Po pse thonë diçka të tillë? Do të thotë se dietarët islamit kanë diskutim rreth këtij hadithi që është kusht në ditën e xumah që duhet më ula me patjetër apo jo? Nuk është kusht në vllai im, jo. Nuk është kusht. Po njerëzit ishin tek punët e tyre. Siç ishte aty ke puna ai, do të thonë gjithë djerë sepse aktivitet fizik, trallë ishin ato të cilët nuk kishin aktivitet fizik. Siç kishte dalë në të përditshmën e tij, vit aty në xhami. S'kishte nevojë më as për narkozë, as për gjë. Profeti alayhi salam do të thotë të flet ty me edep, të flet me kulturë. Thotë duhet më ula, thotë në ditën e xumah. Duhet më ula, pra me i dhënë vlerë adhurimit ku ti po shkon. Edhe kur shkon në xhami. Ndaj dhe të ka thënë domethënë, pra edhe nëse imami për shembull është duke u fal, mos vrapon, s'ka kërkuar njëri me vrapu ty. Kush ta me vrapu? Se ta kapë. Jo, po shko thyj qafën ti se ta kapësh rekatin. Nxito. Zoti thotë në Kur'an në librin larg, nxitoni. Pra kur thirret thotë ezani ditës së xumah, nxitoni, nuk thotë vraponi, nxitoni, pra shpejto. Mos e merr var. Ka për tyne domethënë edhe në ditën e xumah bën llogarinë, kur thirret ezani 1, kur hyj hoxha në hutbë 1:10 ose 1:15. Sa e ma hutbën ky zakonisht? Po flas për ato që se t'japin edhe më, e kupton? Thotë si o suneti hoxha. Ati mund t'ju ketë zbardh kaptina, domethënë për atë sunetin që ti po flet. Tu kërku me mësua të traditën profetike për cilën ti po flet. Dhe thu, e mira shkurt këtyne ligjërimeve, apo jo? A është hadithi profetit? Po më vllai po. Ti je plotësisht drejt, dhe unë me ty jam. Por kuptoje ti fjalën e profetit dhe këshillën ashtu siç e kuptonin sahabët e pejgamberit, edhe hajde më jep mend mua. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i jepnin mend shokët e tij vetëm se kur ai i pyeste. Nuk kërcenin si gjela domethënë për ta kundërshtuar. Absolutisht. Ishin raste shumë të rralla dhe një ndër ata i cili domethënë jo rebelohej, por që shprehte mendimin e tij më të fortë ishte zotnia i nderuar Omeri radhiyallahu anhu, ndërsa të tjerët më tepër e shprehin domethënë qoftë me heshtjen e tyre, ha? E shprehin dhe me heshtjen e tyre. Pra nisin dhe duan të tregojnë, hajde bab thotë të tregoj arat. Hajde të tregoj arat. Lënë tjetrin domethënë, ta përcjellet e mesazhin. Sahabët e kuptonin shumë shkurt. Pra unë përmenda një mesazh nga hutbja e dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam, o ju njerëz, përhapeni selamin. Pas ishte më nevoja shumë që të shpjegoj të i dërguar i Zotit, ne sot duhet me shpjegu si duhet ta japësh selamin. Profeti alayhi salam i kishte gjërat shumë shkurt më, dhe njerëzit e kuptonin shumë drejt, shumë saktë. Pra Ebu Ejubi sa kishte për shembull në Islam, kurse kishte në gjë të madhe. Sot e shef tjetrin domethënë që mund të ketë 30 vjet në fe, edhe akoma nuk ka mësuar se si me e kuptu fenë e Allahut subhanahu wa taala. Faji kujt është ky? Është faji jot fillimisht që nuk ke mësuar në jetë se si të reflektojsh, se si ti konceptojsh gjërat. Pra sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e kuptonin shumë mirë dallimin midis fjalës, veprës, miratimit apo heshtjes të dërguarit Zotit. Këta kuptonin shumë mirë, ishin shumë qartë. Nuk kishin nevojë për shumë sqarim. Se kishin këtë nevojë, nuk e kishin. Ndërsa sot duhet të sqarosh shumë. Sot duhet të sqarosh se kush është ai i cili po e përcjell një diçka të tillë. Pra kur themi që Ebu Ejubi radhiyallahu anhu ishte një ndër ata të cilët e priti të dërguarin e Zotit me kënaqësinë më të madhe në Allah. Jo po vallai me prit tjetrin kur ta ftoshim mik duhet me pas. Duhet me pas këtu. Duhet me pas këtu.
Vallai nuk ishin njerëz që i kishin punën të vaj, o vëllezër e mi. Ata aty i kishin hallat e veta. Umeri radiallahu anhu për shembull, duke qenë se jetonte në Awali, një zonë domethënë larg qytetit të Medinës, disa kilometra, aty ishte pozicionuar në shtëpi. Thot, nuk kishte kohë që për çdo ditë ishte në shoqëri të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ndaj me një shok të tij thotë e bonin me radhë ose me një fëmijë të tij në bënin me radhë. Thonte një ditë ruaj unë baktin dhe shkotit e ki dërguar i Zotit, një ditë shkoj unë, që mos t'i hynte në hak dhe tjetrit, se mund t'i thonë dhe ti ruaj ti për shembull, se po shkoj unë dhe kur viti thënë. Ja, me drejtësi, një ditë unë dhe një ditë ti, pra ishin të angazhuar një jetë, kishin të të punë të tyre. Mendoj domethënë se risku është boj vështirë risku, o boj vështirë hallalli. Domethënë një nga fjalët që dëgjoj më shumë dhe është boj vështirë hallalli. Po është boj vështirë hallalli se kemi lehtësuar në haramin e re. Prandaj o boj vështirë hallalli. Se vallahi pa e vështirësove ti haramin, e lehtëson Allahu xhalla xhelalu domethënë hallalin. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut, thot Zoti xhalla xhelalu, i mjafton atij Zoti. I mjafton atij Allahu subhanahu wa taala. Pra me të mjaftu Allahu çfarë do të thotë? Ora mund të kesh një sasi shumë të vogël. Mund të kesh domethënë gjëra tepër modeste, tepër të thjeshta. Po të ka kënaqë Allahu me to, mundesh me i shiju. Ke një shtëpi domethënë që mund të jetë shumë modeste. Profeti alayhis salatu wassalam kur flet dhe thot arba'un min as-sa'ada. 4 gjëra janë pjesë ose faktori i lumturisë së njeriu në jetën e kësaj bote. Nuk ka folur gjëra gjatë për këto 4 gjëra. Pra kur flet për bashkëshortën, kur ka thënë domethënë që gruaja e mirë, po nuk ka thënë më gruaja më domethënë dikush kur bëhet fjalë për gruan ato si më qenë domethënë nga ato hyria e xhenetit. Pra qoftë për bukuri, qoftë për punë, qoftë për shërbim, qoftë për sjellje, kurse vetë nuk ka gale se mund të jetë domethënë si Abu Xheli në sjellje. Po kjo tjetë e tillë. Po kur thot gruaja e mirë është ajo grua e cila ta kujton Allahun subhanahu wa taala. Të frikson nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala, nuk pajtohet që jo vetëm që nuk të nxit, po nuk pajtohet asesi që ti të sjellësh diçka në shtëpi për gjërave haram, ashtu siç ishin gratë e të parëve që thot i shoqëronin burrat e tyre deri tek dera e shtëpisë dhe i thonin ne durojmë urinë në dynja, por nuk e durojmë dot zjarrin e xhehenemit. Ndaj mos sill diçka në shtëpi që do të jetë haram, se nuk e durojmë dot në zjarrin e xhehenemit. Urinë e durojmë, kalon uria. Po zjarri i xhehenemit si t'ia bësh urinë Allah. Pra kur thot ty që gruaja e mirë është ajo e cila, siç thot profeti alayhis salatu wassalam, ti thot mund të urresh prej saj një sjellje, një moral, por ka shumë tjera të cilat i do. Atëherë në peshore ku është ke mirësia, ty pra lënë. Kjo që e ka gruaja e mirë. Fqinji i mirë, si do fqinjin e mirë ti? Do të kesh fqinjë e Abu Bekrin? Po kur ti jesh Abu Bekri, ti jesh pak në vetë si Umeri, që ta kesh fqinjë e Abu Bekrin. Të thëmë ti krahasoje me vetën fqinjin. Jo të bësh diferencën, të ush i jamon, sa ashtu as i fqinjë, as i komshin nuk të hynë syti. Po do më thëmë, gjithmonë të flasësh që çfarë është ty për mua. Tregohet për një dietar dikur, kishte fqinj një njeri i cili ishte në hall. Nuk kujtohet emri i dietarit, se ka qenë nga dietarët e mëdhenj me nam, domethënë. Thotë dhe e kishte vu shtëpinë në shitje. Kur shkonin me pa shtëpinë e tij, kërkoi dhe një çmim që ishte shumë i lartë. Dhe i thonë, "Ore, si është puna me ty? Shtëpia nuk bën kaq." Pra e supozojmë, nëse shtëpia për shembull bënte 20.000 euro maksimumi, ai thonte 70. Thonë, "Po ku bën shtëpia kaq?" Thonte, "E vërtet. Ndërtesa e shtëpisë nuk bën. Po ju nuk dini kë keni fqinj këtu. Ju keni filanin.
Unë jam duke të shit edhe fqinjësinë do ty. Kur e mori vesh të dietari I cili ishte në gjendje të mirë ekonomike e thritit dhe I tha, o ti filan ka marrë vesh domethënë se e ke vu shtëpinë shitje. I tha po, hoç. Çfarë halli tha ke? Se normalisht njeriu kur do më shit shtëpinë, I ka disa arsye. Çfarë halli ke? Dhe tregon thotë, me sa e myllët hallin tat? E supozojmë ai sa bën të shtëpia 20.000 euro. A është e vërtetë se ti tha ke thonë që shtëpinë e shes bashkë me fqinjin dhe ja ke vu çmimin e ke vlerësu kaq? Thot po. Urdhëro thot paret pra ai sa bën të shtëpia. Urdhëro paret. Hika marrë hallin, hoç thot nuk du borxh. Shtëpinë ta kam ble. Kur të bëhesh marr me të njëjtin çmim pra, sillja ato pare dhe merr shtëpinë prap. Ta komshit prap me atë çmim. Dhe më rrin shtëpi aty se nuk pranoj unë thot më largohet një rob I cili më vlerëson. Pra nëse fqinji është prej atyre I cili të vlerëson për ato që ti je, ky pra është fqinji I mirë. E sa bukur do të jetë nëse ai është dhe prej atyre I cili ndan të njëjtin besim me ty. E sa bukur do të jetë nëse do të garoni në të mira me njëri tjetrin, akoma dhe më mirë akoma. Ha? Pra, gruaja e mirë, shtëpia e bollshme, fqinji I mirë. Tek shtëpia e bollshme, elbejt e luase, nën kupton që I mjafton nevojat e tua, ti plotson nevojat e tua. Çfarë do thotë me ti plotsu nevojat e tua? Jo sa metra katror është. Se vallai mund ta kesh 10.000 metra katror dhe nuk del. 10.000 metra katror dhe nuk të del. Pse? Se ky është I babzit. Kam një hoxhën tim, Allahu e ruaj inshallah, I dhan shnet. Thot, u martova, mirë po Sheikh Mustafa Al-Buha. Thot u martova, thot, mirë po s'kisha mundësi, domethënë kisha marrë një dhomë me qera. Dhe tek shtëpia ime thot ishim shumë të kaput. Thot nana nuk e kishte pa shtëpinë se unë shtëpinë ku rria dhe më thojte, ha Mustafa me nanën, sepse shkoja thot bashkë me nusën për ta vizituar. Ha Mustafa me nanën, si je ke shtëpia? Ja, elhamdulillah, na. Çfarë shtëpie kam marr? Kam kuzhinë, kam dhomë pritje, kam dhomë për të fletë miqt, kam dhomën time të gjumit. O, elhamdulillah me nanën, shiqyr me nanën, se pas ke marrë shtëpi të bollshme. Baba dhe I thonte, mi budallaqe, po tremi. Se I dhomë ka marrë. Ja, nuk më rrejt çuni mu, se çunin e kam hoxh. Unë thot, edhe baba nuk ishte të rrejt, se I dhomë thot ishte ajo. Po dhe unë nuk ishte të rrejt. Se atë thot e kisha dhomë për të fletë, atë e kisha kuzhinë, atë e kisha për të prit, atë e kisha edhe për të vitën e imik për të fletë. Kështu që të dy thot ne thot nuk po gënjeni. Pra të dy thot e kishin të drejtë atë. Mirë po, diferenca ishte, diferenca jonë do të kush ishte? Diferenca ishte se unë ishe I pajtuar me të, nono dhe më thonë llogarisë të dhomat, dhe se unë llogarisë që a e bën punën, pra shtëpia, a ti plotson më dha nevojat? Po mirë pra, më rregull që ka shtëpi e mirë. A e përmend Allahun aty? A I falesh Allahut, a adhuron Allahun? A do të dëshmoj inshallah për ty? A I territor shtëpia ke Allahut, domethënë për adhurimin tënd, për përkushtimin ndaj Allahut, po e mirë që ka. Vall, mjeti I mirë. Nuk të ka thonë më valla luksoz, se nuk ka fund ai. Nuk ka fund. Vetëm në xhennet s'ka më lakmi, o vëllezër e mi. Kur futesh në xhennet, s'ka më aty, s'ka as mirë, se ka tjetri më shumë, apo se e ka tjetri domethënë X pronë ka më të bukur, vetëm aty njerëzit janë të kënaqë dhe janë të pajtuar me atë që kanë. Ndërsa në dynja vazhdimisht, por eduko veten, mësoje veten dhe edukoje veten tënde që vazhdimisht të kënaqesh me atë që Allahu të ka dhënë. Se kush pajtohet me Allahun e falenderon Zotin dhe shpreh mirënjohje ndaj Zotit për atë që I ka dhënë, ka për t'i dhënë Allahu atë që nuk I ka shkuar ndërmend kurrë njeriu. Ka për të dhënë Allahu çfarë nuk të ka shkuar kurrë ndërmend. Ndaj shijojmë mirësitë e Allahut, por mirësitë e Allahut shijohen me falënderim. Vazhdimsinë e tyre e kanë me mirënjohje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në të kundërt,
vjen dita dhe privohesh. Ndaj dhe shikoni të nderuarit e mi, Mekkasit nuk e vlerësuan mirësinë e Allahut që ishte pejgamberi alayhis salam. Bën të pamundurën derisa e dëbuan ato prej Mekës. E ku shkoi bereqeti i pejgamberit? Shkoi pikërisht në Medinë. Ai sa i dërguar i Zotit, domethënë në betejën e Hunenit, shkurtimisht për ta përmbledhur dhe për ta përmbyllur, por thjesht për treguar vlerën e Medinës, domethënë, tha: "O ju Ansar, kam dëgjuar se keni menduar se unë do ju braktis dhe do qëndroj në Mekë pasi e çlirova Mekën. Sikur ju të thonit që ne ndihmuam profetin alayhis salam ndërkohë që të tjerët i kthyen shpinën. I ofruam mbështetje, siguri dhe e bëm të parin tonë ndërkohë që të tjerët e dëbuan. Thot edhe po ta thonit këtë gjë, lesu diktum, vërtetën e keni thënë. Por dijeni se dhe unë ju gjeta të përçar dhe ju bashkoi Allahu me mua. Bëni Allahu sebeb pra që unë ju bashkova. O Ansar, tha, dijeni se nëse njerëzit do të zgjedhin një rrugë dhe ju do të zgjedhni një rrugë, unë do të zgjedh rrugën që zgjedhin Ansarët. Ka gjë më të madhe? Pra, këta zgjodhën ta kundërshtojnë, të mos e pranojnë profetin alayhis salam derisa e dëbuan e larguan prej Mekës. Këta zgjodhën me e prit. Këta i vlerësoi Allahu subhanahu wa taala. E shijuan domethënë atë mirësinë, bereqetin e pejgamberit alayhis salam deri në fund. I bën që njerëzit të vinin nga ana e anës apo të nisenin nga ana e anës pikërisht për të synuar Medinën e pejgamberit alayhis salam. Ndaj të nderuarit e mi, vlerësojeni mirësitë të cilat u ka dhënë Allahu. Në doni jetë gjatësi për to, falenderojeni Zotin vazhdimisht, jeni mirënjohës. Se vallahi po shprehet, domethënë, pra i thu dikujt, ç'thot më një, hajt mërmo. Ç'është kjo hajt mërmo? Hajt mërmo, si e ka lodhur sot? Hajt mërmo si për ditë. Falenderoj Allahun se ka njerëz që unë ashtu dhe ju, me patjetër, po flas domethënë, meqense se jam duke folur dhe ju po dëgjoni, ka njerëz që ka ditë, ka muaj, ka javë, ndoshta ka dhe vite që të përditshme në tyre kanë dyert e spitaleve të nderuarit e mi. Jo se janë mjek, po janë smur. Si do thoshte ti, hajt mërmo? Ti elhamdulillah, çohesh vet, i kryen nevojat e tua vet, han e pin vet, ndoshta nuk ke aq sa do të dëshiroje. Ai plotson nevojat e tua, po falenderoj Allahun, elhamdulillah. Për pasuri, shi ata që janë nën ty, dhe për çdo mirësi tjetër, në mënyrë që të shtosh për kushtimin ndaj Allahut dhe modestinë, si dhe mirënjohjen e falënderimin. Për dituri shi ata të cilët janë mbi ty, se po nejtë tu pa ata që janë nën ty, janë më të paditur, shumë shpejt shkove në radhët e tyre. Domethënë, don ta shohësh veten tënde se ku je, shif tek vetja, nuk është nevoja me tjetrin, tek vetja me kë e bën krahasimin. Po bërë krahasimin me ata që janë më mirë se ty, në fe, në dituri, dhe në këto gjëra të cilat domethënë është fokusi i vlerësimit ose matësi i vlerësimit njeriu. Nëse ti e vlerëson veten me ata që janë më lart nga ty, pra nis ta krahasosh ose deri diku domethënë pse jo dhe të garosh me ta, këtu je në rrugën e duhur. Po ne më thon, ore, unë kam çka kam thotë, po mos jam si filani, unë si të pakën si filani s'bëj. Mos se nuk jenë rrugë të hajrit. Si jetu e krahasu veten me të keqen. Dhe po e krahasove veten me të keqen, aty në të batak je. Në të batak. Përkundër se tu lujt shejtani mallku me ty, është të bëj dhe qefin. Që unë kam çka kam, po unë të pakën si filani s'jam, unë si filani nuk bëj. Ki frikë Zotin. Në një hadith të profetit alayhis salam është përcjell la tudhhiri shamatat li akhik fa yu'afihi Allahu wa yabtalik. Mos i shfaq tjetrit pak kënaqësinë ose mos i shfaq domethënë shpërfillje, nënçmim për ato që ai ka, për veprimin që ai ka, për jetën që ai ka, për tmetën që ai ka, se ja largon Allahu atij dhe ta hedh ty. Ja largon Allahu atij dhe ta hedh ty. Ndaj të nderuarit e mi, në hyrjen e tij në Medinë, pejgamberi alayhis salam
na tregoj edhe një herë tjetër se si duhet veprojnë njerëzit të cilët jetojnë për Allahun, se si duhet veprojnë ato të cilët kërkojnë ta mbështesin fenë e Allahut, librin e Allahut, të dërguarin e Allahut. Lutem ty i madhnueshmi Allah na bëj për tyre të cilët madhërojnë, të njësojnë, të lavdërojnë ty, na bëj për atyre të cilët të mbështeten vetëm ty, na bëj për atyre të cilët jetojnë për ty në emrin tënd dhe gjithçka e bëjnë vetëm për të marrë shpërblim prej teje. Lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo sëmur Allah shëroje. Për çdo stresuar, brengosur, Zot largoje streset, brengat, hallet, e sikletet e tij. Për çdo person i cili nuk gjen zgjedhjen tonë, o i madhnueshmi Allah, jepi zgjedhje për madhnisë tënde. Lutem ty i madhruar i Allah për vëllezërit e motrat tona në Gaza, o i Zot, i pranë tyre. Ndihmoju atyre, ndihmoju ndaj armiqve dhe të pabezëve, për njerëzve më të këqij mbi faqet dheu. Lutem ty i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë vend bekat, në madhruar madhrinë tënde, na mundso Zot që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.